presion politik i ka konsideruar shoqata kombëtare e gjyqtarëve të Republikës së Shqipërisë, deklaratat dhe komentet e kryeministrit Edi Rama lidhur me vendimin e GJK-s, e cila vendosi pezullimin e Belinda Ballukut nga pozicionet qeverisëse pas kërkesës së SPAK. Kryeministri u drejtua gjykatës kushtetuese për të kundërshtuar vendimin e GJK, duke e cilësuar atë si një ndërhyrje të hapur të një pushteti në kompetencat e një pushteti tjetër. Në reagimin e shoqatës së gjyqtarëve, çdo deklaratë në lidhje me çështjet e gjyqësorit është presion politik. Ndarja dhe balancimi i pushteteve është një nga parimet themelore të demokracisë. Prandaj pavarësia e pushtetit gjyqësor, arbitrit final për zgjidhjen e të gjitha mosmarrveshjeve, përbën një gur themeli për ndërtimin e shtetit të së drejtës. Kjo pavarësi vjet në rrezik jo vetëm nga veprime konkrete që synojnë kufizimin e sferës së kompetencave të këtij pushteti, por edhe nga çdo akt ose deklaratë që perceptohet si kërcënim ose presion politik ndaj veprimtarisë gjyqësore, apo që ul reputacionin e organeve të drejtësisë në sytë e publikut dhe në këtë mënyrë minon besimin e tij tek këto organe, thuhet në reagim.